Përshëndetje, shikoni çfarë kam këtu. Në për live-et që kemi bërë, ju kam kërkuar që mund të më pyesni ose mund të më drejtoni çfarëdo lloj pyetje me përmbajtje argëtuese, do thoshim, gjithëpërfshirëse, dhe unë do ju a komunikoja në një postim të veçantë. Kështu që ky postim është, do ta merrni, do ta kuptoni që është vetëm për arsye argëtimi, ëh, domethënë asgjë nga këto pyetje që do drejtojmë këtu nuk ka qëllim tjetër, nuk është qëllim informues, është tash dhe një herë qëllim argëtues, se çfarë do dalim më vonë parashkim mbetet sido që të jetë, po të shohim, por thjesht do të mbani mend se është për t'u argëtuar, është për të hequr pak mendje nga çfarëdo gjë po ndodhet vërdall dhe jeta jonë është bërë çik kështu e zymt, themi hajde argëtohemi pak, por asnjë nga këto nuk mbetet të jetë fakt apo të jetë fyerje apo gjëra të tilla. Kështu që ky postim ose me anë të këtij postimi, i përgjigjem pyetjeve tuaja, pyetje që ju më keni drejtuar të përgjithshme, sikurse thash, dhe kjo gjë mbetet vetëm për arsye argëtimi. Atëherë, e nisi me pyetjen e parë që ju më keni drejtuar, me disa prej tyre me të vërtetë që nuk e di. Edhe kam qeshur vetë. Po që nisi me pyetjen e parë. Pyetja e parë ishte: a është gjallë Lady Diana? A është gjallë sot Lady Diana? A është ende gjallë sot Lady Diana? Si pas tyre na bie që po. Ani, kjo nuk e di. Nuk e di. Nëse i bie që po. Prandaj tash kjo është thjesht për argëtim dhe nuk mund të përcjellim informacion me anë të kësaj gjëje. Sido që të vazhdoj. A ekzistojnë fantazmat? Me këtë kam qeshur shumë. A ekzistojnë fantazmat? Ekzistojnë fantazmat. Për ju që kishin ndonjë se ekzistonin apo jo. Pyetja tjetër, dhe kjo shumë interesante. A është toka e sheshtë? A është toka e sheshtë? A është toka e sheshtë? Për gjithëve që kishë dyshime deri më sot, jo, toka nuk është e sheshtë. Normalisht dhe shkencërisht nuk është e sheshtë. Toka. Po mirë, do bëj një pyetje jashtë pyetjeve tuaja tani. A është toka në vetvete multidimensionale? A është toka në vetvete multidimensionale? Kjo po, është. Okej, mirë, do të ashti mua. Po pyetja tjetër. A është toka e rumbullakët? A është toka e rumbullakët? Nuk është e rumbullakët, do më thoni dhe mua që e futi kot. Mbase është sferike, mbase është jo tamam e rumbullakët që mendojmë në top. Top. Mbase jo. Okej. Pyetja tjetër, a ka jetë pas vdekjes? A ka jetë pas vdekjes? Ka. Dhe kjo është diskutuar shumë si tematik, lart e poshtë. Mirë, po, kjo po është e rëndësishme si pyetje, dhe unë të gjithë kemi këtë si pyetje, të gjithë na lëviz në përkok. A do të ketë luftë të tretë botërore? Shumë e rëndësishme kjo. A do të ketë luftë të tretë botërore? Nuk do të ketë luftë të tretë botërore. Dhe unë ashtu dua të besoj. Mirë, e bukur dhe kjo tjetra. Shifni çfarë pyetje, o Zot. A kemi sozi në jetë paralele? A kemi sozi në jetë paralele? Po, të më thënë, ekzistojnë jetë paralele, ekzistojnë dhe sozi i bie. Okej. Tjetër, po, kjo është e tematika e kohëve të fundit. A është gjallë Jeffrey Epstein? A është ende gjallë Jeffrey Epstein? Jo, nuk është gjallë Jeffrey Epstein. Ju nuk e di çfarë mendoni, por që nuk është gjallë sipas tyre. Atëherë, pyetja tjetër, përsërim në Hollywood tani. Është Selena Gomez e klonuar? Nëse ju kishte kaluar si pyetje në kokë, në përkok, ja ku e kemi. A është Selena Gomez e klonuar? Okej, i bie që po.
Tani këto janë tam, e shkoni pse them është për arsye e argëtimi gjithë kjo. Kjo është argëtuese deri diku. Mirë. Po, a ekzistojnë realitetet paralele? A ekzistojnë realitetet paralele? Ekzistojnë realitetet paralele. Vërtetuam e njëjta pyetje pak a shumë u bë që parë, e njëjta rezulton si përgjigje edhe për këtë formën tjetër, po të njëjtës pyetje. Dhe e fundit, sepse këto pyetje kishit nisur, dhe nuk prisja me të vërtet që ju të nisnit pyetjet tuaja, mu çudita kur i pash. Uroj të shtohen, dhe të shtoni edhe më shumë akoma, edhe bëj postime kështu argëtuese bashk. Atëre, pyetja e fundit, kjo është, nuk e di me të vërtet, më ka lënë çik goj hapur mu të thuash, jo të gjithë janë të informuar mbi shumë gjëra, por që ky person që ka nisë të pyetje duket shumë qartë që lexo ka shumë, të informo ka shumë. Atëherë, a është krijuar njerëzia, thot, nga alienët Anunnaki? Dika dhe është goxha brenda tematikës. Atëherë, a është krijuar njerëzia nga alienët Anunnaki? A është krijuar njerëzia nga alienët Anunnaki? Po. I bie. Mirë, pyetja vjeta kjo është e imja, ta kuptoni. Këtë jam shumë kurioztare tani. Me që kjo doli kështu. Po mirë. Kështu që i bie që njerëzia të jetë gjysmë aliene? Okej, njerëzia bie të jetë gjysmë aliene. Tani, këto pyetje më kishit nisur dhe unë këto ju interpretova. Për këdo që do ta zgjasim këtë lloj argëtimi së bashku, sepse tua specifikoj, është thjesht argëtim, atëherë jeni të mirëpritur. Ju më nisni pyetje dhe unë i bëj edhe këto na përgjigje. Kështu kalojmë kohën së bashku dhe ju vetëm argëtojeni, po mos harrojmë mbeten parashikime. Sido që të jetë. Mirupafshim. Përshëndetje, ja ku jemi përsëri. Unë t'ju falenderoj shumë që do e vazhdojmë këtë lojën e bukur që nisa unë dje, dhe uroj të shtojt edhe më shumë. Po shoh që ka interes, dhe duke qenë se ka interes, pikërisht me këtë gjë do angazhohem edhe sot. Mos harroni këto pyetje dhe këto përgjigje janë thjesht për arsye argëtimi, sikurse po e them. Asnjë gjë prej këtyre nuk është totalisht e vërtetë dhe nuk mund të merret si e tillë, çdo gjë mbetet një hipotezë, por parashikime bëjmë me këto, asnjë nuk i dihet se çfarë realisht na rezulton e vërtetë e çfarë jo. Kështu që gjysmë për gjysmë i kemi gjërat. Këtu kemi kam një followersin tim dhe falenderoj shumë për pyetjen që më ka drejtuar. Le të shikojmë se çfarë përgjigjesh do marrim në varësi të pyetjeve të tij. Do filloj direkt. Do ju ftoj dhe ju të tjerët të merrni pjesë. Këto janë pyetje nga Find Me, të falenderoj edhe një herë, dhe filloj direkt. Atëherë pyetja e parë që Find Me ka është: a ekzistojnë, thot Find Me, a ekzistojnë në këtë botë 13 familje që komandojnë pasurinë e botës? A ekzistojnë në këtë botë 13 familje të cilat kontrollojnë pasurinë e botës? Okej, përgjigjja është po. 13 familje. Pyetja tjetër. Në vitin 2030, a do bëjnë njerëzit me çip elektronik në dorë? Pra, në vitin 2030, njerëzit a do të jenë me qipa elektronik në përduar? Në vitin 2030, a do të jenë njerëzit me qipa elektronik? Shqyro Zot, jo, thonë këto. Dhe urojmë vërtet jetë kështu. Po ta bëjmë ndryshe pyetjen? A do të robotizohen njerëzit një të ardhme? Pra do të kemi cyborg, gjysmë njerëz, gjysmë robot, një të ardhme të afërt? A do të kemi gjysmë njerëz, gjysmë robot? Shqyr Zotit, jo. Se po të ishte, nuk e di çfarë mund të prisnin pastaj, kështu që jo, është përgjigja. Mirë, vazhdojmë tek pyetja e radhës. 4 pyetje janë gjithsej, por që interesante, dhe të falenderoj edhe një herë. Atëherë, mbas vitit 2026, do ngrihen çmimet e kriptomonedhës dhe bitcoinit?
me thënë i bie do avancojnë këto në tret, kështu ta dish ti. Shumë besoj ke menduar pyetjen. Pra, mbas vitit 2026 ato të ketë ngritje çmimesh, kriptomonedash dhe bitcoini? Po. Të shohim. Po. Dhe e katërta dhe e fundit, a e mbajnë në kontroll botën presidenti izraelit dhe SBA? A komandojnë këto të dyja nga 13 familjet sekrete? Okej, po është dhe përgjigja dhe këto. Dhe në qoftë se edhe ju keni pyetje të tjera kaq interesante për drejtuar, atëherë ju mirëpres t'i ndajmë së bashku, të argëtoheni së bashku dhe mos harroni. Shakaja ndonjëherë dhe argëtimi janë gjysmë së vërtetës. Të shohim se çfarë ardhmja na troket në derë.